Radio Maria Kosovë. Një zë i krishterë në shtëpinë tënde. Na dëgjoni në frekuencën 105.2 FM për rrafshin e Lugaxhinit, si dhe në frekuencën 107.4 FM për rrafshin e Kosovës. Po ashtu edhe në faqen tonë në internet www.radiomariakosove.org. Radio Maria Kosovë, një zë i krishterë në shtëpinë tënde. Qof lëvduar Jezu Krishti dhe mirëmëngjesi të dashur dëgjues të Radio Marisë Kosovës. Ju ftojmë këto momente që të lutim së bashku lutjen e mëngjesit. Sot është e kremte lajmërimi i lindjes së Krishtit. Sot pra me 25 mars kisha kremton festin e madhe të lajmërimit të Zotit, ditën kur engjëlli Gabrieli shpalli Virgjes Mari misterin e madh të mishërimit. Në këtë po të përvuajtur dhe plot besim të Maris, fillon historia e shpëtimit ton. Kjo është gjithashtu një ditë e veçantë për familjen e Radio Maris në mbar botën, pasi e kremtojmë si festën ton, duke ja besuar misionin ton pikërisht Zojës së bekuar. Le të bashkohemi në lutje, pra duke kërkuar që edhe ne si Maria të dim t'i themi po vullnetit të hyjit në jetën ton. Fillojmë lutjen në emër të Atit, e Birit e Shpirtit Shenjtë. Amen. O hyj më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdia Atit, e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash përgjithmonë në jetës. Amen. Himni. Dritë lajmëruese e shëlbimit që engjëlli i sjell Virgjës se orakujt shpejt do të mbushen dhe do të gëzoj bota. Ai që në gjitë të Atit lavdi si biri mshueshëm, lind si biri mshueshëm dhe i nënshtrohet kohës e zgjat në këtë tokë nënën. Kushtohet si fli për ne e hy në gjymtyrët tona që me gjakun e pafajshëm ta laj kobin e fajtorëve. E vërteta e bërë njeri mbuluar me vel të Virgjës, me mend të pastra e dukshme na mbush me dritën tënde. E me shpirt të thjesht shërbëtore e hyjit quhesh, tani në qej mbretresh, jizonja e gjithë besnikëve. Ty, Jezus, të qoft lavdia që linde nga një nën virgjër, bashkë me Atin dhe me Shpirtin, në shekuj të mshueshëm burim jete. Amen. Antifona e parë. Hyje dërgoj engjëllin Gabriel te e fejuara e Jozefit Virgja Mari. Psalmi 63, shpirti i etshëm për hyjen. Kisha ka etje për shëlbuesin e vet, me dëshirë që të shuaj jetjen në burimin e ujit të gjallë që rrjedh për jetën e pasosur, krahasojmë sipas Kasiodoros. O hyje e mjeti, qysh në agim të kërkoj, ka etje për ty shpirti im. Ty të dëshiron mishi im, si toka e shkrejt e thate pa ujë. Kështu erdha në shtetroren tënde, për ta parë fuqinë tënde dhe lavdinë tënde.
sepse më e mirë është dashuria jote se jeta, buzët e mia do të lavdërojnë. Kështu do të bekoj në jetën time, e në emrin tënd do t'i lartësoj duart e mia. Do të ngihem si në gusti të shkëlqyeshme, me buzë të hareshme do të lavdëroj goja ime. Ty do të kujtoj edhe në shtratin tim, në përgim natën do të mendoj për ty. Sepse ti e bën ndihma ime, prandaj do të brohoras në hijen e krave të tu. Shpirti im u mbështet në ty, e djathta jote më merr përdore. Lavdia Atit e të Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Hyi e dërgoi engjëllin Gabriel te e fejuara e Jozefit, Virgja Mari. Antifona e dytë. E bekuar jeti mbi të gjitha gratë, e i bekuar fryti i barkut tënd. Kënga marrë nga libri i Danielit profet, kapitulli 3. Çdo krijesë le ta lavdëroj Zotin. Lavdëroni hyin ton të gjithë shërbëtorët e tij. Lexojmë tek libri i Zbulesës 19:5. Bekojeni të gjitha veprat e Zotit Zotin. Lëvdojeni dhe madhrojeni në shekuj, Bekojeni engjëjt e Zotit Zotin. bekojeni o qiej Zotin. Ujëra që jeni përmbi qiell, bekojeni Zotin. Të gjitha ju o fuqi, bekojeni Zotin. Diell e hën, bekojeni Zotin. Yjet të qiellit, bekojeni Zotin. Të gjitha shirat e vesa, bekojeni Zotin. Të gjitha ju o erëra, bekojeni Zotin. Zjarë nxehtësi, bekojeni Zotin. Acar e vap, bekojeni Zotin. Vese brym, bekojeni Zotin. Akull e cegem, bekojeni Zotin. Breshra e borëra, bekojeni Zotin. Në të ditë, bekojeni Zotin. Dritë e errësirë, bekojeni Zotin. Vetëtima e re, bekojeni Zotin. Toka e bekovët Zotin. Lëvdojeni e madhrojeni në shekuj. Bekojeni o male e kodra Zotin. Bekojeni Zotin të gjitha bimësitë e tokës. Dete e lumenj, bekojeni Zotin. Bekojeni burime Zotin. Bekojeni përbindësh e gjithçka lëviz në ujëra, bekojeni Zotin. Të gjithë shpendet të qiellit, bekojeni Zotin. Kafshë të egra e shtëpiake, bekojeni Zotin. Bitë e njeriut, bekojeni Zotin. Bekoje o Izrael Zotin. Lëvdojeni e madhrojeni në shekuj. Priftërinjtë e Zotit, bekojeni Zotin. Shërbëtorët e Zotit, bekojeni Zotin. Shpirtra e frymtë të drejtëve, bekojeni Zotin. Shejtër e të përvujt në zemër, bekojeni Zotin. Anani, Azari, Misael, bekojeni Zotin. Lëvdojeni e madhrojeni në shekuj. Të bekojmë Atin e Birin e Shpirtin Shenjtë. Të lëvdojmë e të madhrojmë në shekuj. I bekuar jeti o Zot në kupën qiellore. I lavdishëm e i madhrueshëm në shekuj. E bekuar jemi të gjitha gratë, e i bekuar fryti i barkut tënd. Antifona e tretë. Për virtyt të fjalës, Virgja Mari mbeti shtatzën dhe e pacenuar e lindi shëlbuesin. Psalmi 149, festa e miqve të Zotit. Bijtë e kishës, bijtë e popullit të ri, le të galdojnë me mbretin e tyre, që është Krishti, pa thënë Esihjo. Këndoni Zotit një këngë të re, këndoni lavdi në mbledhjen e shenjtërve, le t'i gëzohet Izraeli krijuesit të vet, bijtë e Sionit t'i brohorasin mbretit të vet. Le ta lavdërojnë emrin e tij në valle, le t'i bien në nderët e tij tubanit e citares, sepse Zoti kënaqet në popullin e vet, të përvujtët i nderon me shëlbim. Le të galdojnë të drejtët në lumturi, le të brohorasin nga shtrojat e veta, e paqin lavdin e Zotit në gojë, e shpatën dyhteshe në dorë. Për të marrë shpagim mbi pagan,
për t'u dhënë popujve ndëshkim, për t'i lidhur mbretërit e tyre në pranga, princat e tyre në zinxhir të hekurt. Për ta zbatuar mbi ta dënimin ka herë të shkruar, ky është nder për të gjithë besnikët e tij. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. për virtyt të fjalës, Virgja Mari mbeti shtatzën dhe e pacenuar e lindi shëlbuesin. Leximi i shkurtër nga letra drejtuar Filipianëve, kapitulli 2, të rreshti 6 deri në 8. Jezusi, edhe pse me natyrë hyi, barazinë e vet me të nuk e çmoi si një visar që s'mundet pa të, por ja mohoi vetvetes, e mori natyrën e shërbetorit dhe u bë ngjajshëm me njerëz, dhe e përkapamja e jashtme duke i vetëm njeri. E përuli vetveten duke u bërë i dëgjueshëm deri në vdekje, deri në vdekje në kryq. Përgjigja e shkurtër: Të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty. Të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty. Je ma e bekuar se të gjitha gratë dhe i bekuar është fryti i krahërorit tënd. Zoti me ty. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty. Kënga ungjillore Benediktus, antifona. Në dashurinë e tij të madhe që pati për ne, hyi e dërgoi birin e vet, që u bë njeri për ne mëkatarët. Kënga Zakari sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë, Mesia dhe paralajmëruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti, hyi i Izraelit, që e pa dhe e shpërbleu popullin e vet. Ai e ngriti shpëtimtarin ton, Në shtëpinë e Davidit, shërbetorit të vet, sikurse premtoi ka herë, me gojë të profetëve të tij të shenjtë, se do të na shpëtoj prej armiqve tanë, dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëj mirësinë që ua premtoi etërve tanë, e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë, e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit, atit ton, se do të na bëj të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut, në shejtëri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë. e ti o djalosh do të quhesh profet i të Tejet Lartit, Sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ja përgatitur rrugët, për ta vënë në dijeni popullin e tij, se hyi do ta shëlboj duke ja falur mëkatet e tia, në saje të zemrës së dashur të hyjit ton, që do të na e dërgojë në pasi prej qiellit diellin, për të shndritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes. për t'i drejtuar hapata në udhën e paqes, Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë në jetës. Amen. Në dashurinë e tij të madhe që pati për ne, hyi e dërgoi birin e vet, që u bë njeri për ne mëkatarët. Lutjet e besimtarve. Sot, ditën e lajmërimit të lindjes së Zotit, e festojmë fillimin e shpëtimit ton. Për këtë arsye me gëzim dhe lutje të brohorasim. Ndërmjetëso për ne, o Nënë e Shenjtë. Maria nga engjulli i mori lajmin e gëzuar, bëj o Zot që kështu edhe ne me falënderim dhe me gëzim të pranojmë shpëtimtarin ton. Ndërmjetëso për ne, o Nënë e Shenjtë. Ti e shikove për vujtrinë e shërbëtores sate, le të bjerë ndërmend për ne dhe ki mëshirë për ne, o atë të jeti mëshirshëm. Ndërmjetëso për ne, o Nënë e Shenjtë. Eva e re ishte dëgjueshme ndaj fjalës sate hynore, bëj që edhe ne të pajtohemi me vullnetin tënd. Ndërmjetëso për ne, o Nënë e Shenjtë. Zoja Mari, le të dalë në ndihmë të mjeruarve,
tu jap guxim atyre që friksohen, ti forcoj të dobtit. Le të lutet për popullin, të ndërmjetësoj për klerin dhe për virgjat e kushtuara. Ndërmjetëso për ne, o Nënë e shenjtë. E përmes engjullit tënd, o Zot, na u bë e ditur se Virgja Mari do të lindte shpëtimtarin e botës. Na ndihmo edhe ne që të kemi zemra të hapura si Esaja, që edhe ne të mund të pranojmë vullnetin tënd me besim dhe dashuri. Ndërmjetëso për ne, o Nënë e shenjtë. Ati ynë që je në qiell, u shejtrofte e mbyt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hyj, ti deshe që fjala jote të bëhej njeri i vërtet në krarorin e Virgjës Mari. Pasi e pranojmë atë për shëlbues, njëherë është njeri të vërtet e hyj të vërtet, bëj të jemi pjesëtar të natyrës së tij hyjnore, nëpër Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me Shpirtin Shenjtë hyj për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqeje dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen. Të dashur dëgjues, lutëm kështu së bashku lutjen e mëngjesit sot në të kremten e lajmërimit të lindjes së Zotit. Pas pak në programin tonë në orat 8:30 mund të bëni shqyrtimin e ndërgjegjës për kohën e kreshmeve, java e 5. Në ora 9 jemi përsëri drejt për drejt në lutjen e Rozarës së Shenjtë, ku ja paraqesim Zotit për gjitha njetët dhe kërkesat e juaja. Ndërsa në ora 10 kemi katekezën e radhës, si çdo të mërkur gjatë kohës së kreshmës, që kemi filluar me Patër Lovrën, kemi temën për sot bashkëpunimi vllazëror i franceskanëve në Shqipëri. Pra, tema të përgatitura mbi franceskanët gjatë këtij viti, me që edhe Papa ka shpallur vitin franceskan. Në ora 11, si zakonisht leximi i librit, po ashtu kemi librin vëllai nga Asizi, dhe në ora 12 jemi përsëri drejt për drejt në lutjen e engjullit të Tënd Zot dhe liturgjinë e orës së mesme. Në 12:30 meditimi për kohën e kreshmës, dita përkatëse sot e mërkur, java e 5, dhe në ora 13 lutjen e udhës së kryqit. Deri atëherë ju lëm në shoqërinë tonë të këtij programi dhe në hirin e bekimin e Zotit. Kudo qofshi, qoftë lëvduar Jezu Krishti.